Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahun nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahun nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër, një ditë prej ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte me vete djalin e axhës së tij Abdullah ibn Abbasit, i cili ishte i ri në moshë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij një hadith, një këshill, një porosi, ja tha atij, po me këtë ja ka thonë edhe krejt umetit të vet. Një hadith për të cilin shumë dietar kanë thënë se është, më thonë, një hadith shumë madhështor, është një këshill e madhe, lumë për atë që e di këtë hadith dhe punon sipas tij, dhe njerë për ata të cilët nuk e din këtë këshill të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç thot Ibn al-Jauzi, Allahu e mëshiroft, një dietar i madh. Thotë kam analizuar shumë, kam analizuar këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kam pasë këtu ka, domethënë, një udhëzim shumë i nevojshëm për njerëz. Çka i thot? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas i thot, o djalosh, po ti mësoj disa fjalë. I ka thonë, ihfadhillaha yahfazuk. Kujdes Allahun, e Allahu masane, nëse ti e ke kujdes Allahun, Allahu ka me të pas nën kujdesin e vetë. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Kujdes Allahun, ke me gjetë Allahun kur të duhet para teje. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të lipish, lip prej Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh ndihmë, kërko prej Allahut. Edhe i ka thonë, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dije se krejt ummeti mu bo bashk për me ta boni të mirë një dobi. Nuk mundën me ta bon një dobi nëse Allahu se ka shkruajt. Edhe të kundërtën, thot, dije, thot, sikur krejt ummeti mu bo bashk, me ta bon një dam, s'munën me ta bon një dam nëse Allahu nuk e ka shkru për ti. La yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf. Lapsat janë ngritur dhe fletat janë tha. Dhe me o shkrujt, qka o shkrujt? O krima ja pun. Mirë, une dua të ndalem vetëm të pjesa e parë e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pas kujdes Allahun. Nëse e përkthejmë bukfalisht, do me thonë, ruje Allahun, Allahu të ruan ty. Kjo bukfalisht është përkthim. Po qëllimi është ruje fenë Allahut, ruj kufit e Allahut, ruj, do me thonë, ligjet e Zotit Allahu të ruan ty. Kjo është manaja e hadithit. Parashtrohet pyetja, qysh me tregu në këtë kujdes, qysh me rujt ligjet e Allahut. Që kjo është ajo që duhet ta përcjelli deri tek ju në këtë hutbe. Janë 3 gjëra të rëndësishme. E para, do të thonë, nëse ne duam të shprehim kujdesin ton për Allah, ta kemi kujdes Allahun, duhet 3 gjëra me i pas parasysh. Kryesore, ka më shumë, mirë po 3 janë kryesore. E para, me rujt besimin ton. Unë me thonë dikush, po qysh me rujt? Qëre, ne krejt feja edhe besimi është i përmbledhur në fjalin la ilaha illallah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Kjo fjalë e shpreh se ne kemi një besim në një Zot. Prandaj edhe krejt ibadetet tona duhen t'i drejtohen vetëm këtij Zoti. Në rast se këtu pak devijoj,
Në rast se punët e tona të mira nuk I bëjmë bashkret për Allahun, devijimi është shumë I madh. Devijimi është shumë I madh. Prandaj fjala la ilaha illallah do me thonë unë e synoj vetëm Allahun me ibadet. Unë e synoj vetëm Allahun. Nuk shirin djathë edhe në çmajt. Nuk shirim I bon punë pak për lavdërime, pak për atë, pak për kete, do me thonë duke madhru pak dënjon, duke I ranë sejdë dikuj tjetër përveç Allahut me zemër, se me trup jo. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë ruajtjen e besimit të pastër, ruajtjen e fjalës la ilaha illallah, ruajtjen e besimit në monoteizëm, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, e ka konsideruar çështjen kryesore dhe largimin nga shirku. Shirku është I msheft. Shirku është dy lloje. Shirku I hapur, kur e shohim ne për shembull si këta fe tjera I bin në sejdë statujave, ju bin në sejdë kafshëve, ju bin, do me thonë, I adhurojnë totemet e ndryshme, objektet e ndryshme, gurin, drunin, hajvanatin, ijet, ka çka s'ka njerëzit çka s'adhurojnë, apo? Jo muslimant. Kjo është shirku I hapur. Po më I rrezikshëm se që ky shirku I hapur është shirku I msheft, për të cilin ka thonë pejgamberi, është një hadith, disa dietare saktësojnë këtë hadith, thënë shirku I msheft është më I pavërejtshëm se sa kur ecë miza e tokës, milingona. Nëse është dikun këtu për shembull 1 milingon, ose në shtëpi është 1 milingon, a e shefti, a e ndëgjon kur ecë milingona? Jo, absolutisht është e pavërejtshme. Qashtu është edhe shirku I msheft, ka thonë besëm në këtë ummet. A I dini sa njeri, thot unë jam musliman, po zemra e tij adhuron dikan tjetër përveç Allahut. Dikush adhuron dynjan, dikush adhuron dinarin, dikush I adhuron gjunat e ndryshme, dikush adhuron epshin e tij, dikush adhuron pushtetin, dikush... A e dini sa njeri me zemrën e tij është adhurusi tjetër kujt, jo I Allahut. Kjo ndodh shumë në mesin e atyre që thojnë la ilaha illallah. Prandaj themeli I parë I fesë, më I rëndësishmi, është me besu Allahun dhe vetëm atë me adhuru. Kjo quhet tauhid, besimi I pastër në njëshmërinë e Zotit. Ne kemi një Zot dhe punët e mira dhe ibadetet tona dhe adhurimin ton dhe nënshtrimin ton dhe gjunjëzimin ton ja drejtojmë vetëm që këtij Zoti. Nuk I bëjmë punët e mira për sy e faqe, nuk I bëjmë për lavdat, nuk I nënshtrohemi as kujt tjetër përveç Allahut, nuk I frigohemi ma shumë kërkujt se Allahut, nuk mbështetemi te kurkush tjetër përveç Allahut. Që kjo është manaja dhe kuptimi I besimit të pastër në Allahun subhanahu wa taala. Në të kundërtën, nëse ndodh që njerëzit I gjunjëzohen dhe I nënshtrohen diku tjetër përveç Allahut, e adhurojnë fshehura zi dikon tjetër përveç Allahut, ibadetet I bëjnë për dikon tjetër përveç Allahut, atëherë punët e mira fshihen. Shihni, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I thot kështu, pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam I thot: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik." Thot ti të shpall, edhe pejgamberëve para teje jo shpall. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Nëse ti bën shirk Allahut, nëse ti kallëzohesh musliman me po zemra jote tjetër ku I bindet, tjetër kanë e ndëgjon, zemra jote tjetër kujt I nënshtrohet, zemra jote për materializëm ndryshon, atëherë kanë mu azgjesu veprat e tua. Fshin. Përçat, nëse një musliman fal namaz, mirë pa adhuron dikon tjetër përveç Allahut e adhuron epshin e tij, e adhuron postin e tij, e adhuron dynjan, e adhuron gjunahet, namazi I tij fshihet. Puna e agjerimi I tij fshihet. Kurani I tij fshihet. Se nuk pranon Allahu subhanahu wa taala ibadetet e dikuj I cili nuk e adhuron vetëm Allahun. Prandaj, me pas kujdes Allahun, do të thonë me pas kujdes besimin. Me pas kujdes kuptimin e parë të fesë islame që është tauhidi.
me rujt fjallën la ilahe illallah. Jo vetëm me thonë, po edhe në praktik, ne me tregu se vetëm Allahun e adhurojmë. Vetëm ati i mbështetemi. Ata e duam ma shumë se gjithkush. Ati i frigohemi ma shumë se gjithkuj tjetër. Jo me thonë la ilahe illallah, ma i frigohesh dunjas ma shumë. Drejtorit ma shumë, se sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mendon se dikush tjetër e ka riskun në dorën e vetë, jo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është e para, shkurtimisht. E dyta, me pas kujdes Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thot me i qu në vend obligimet. Obligimi maj madh mas besimit, masi që ta bëjmë atë themelin e rëndësishëm mbi të cilin i ndërtojmë veprat tona të mira. Themeli është besimi, tauhidi, fjala la ilahe illallah. Është mi kry obligimet, farzet. Në krye të krejt këtyre obligimeve është namazi. Për me e pa dika se sa është fetar, sa është musliman, fillohet prej namazit. Këtë mirët e dunjas me i ban, namaz nuk je kur gjo s'ki. Pse s'ki kur gjo? Mund me thonë dikush për shumë, mendim i heran. Thot pejgamberi sa puna e parë për kjo është fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Puna e parë për të cilën do të jep llogari njeriu në ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është në rregull, punë tjera do të jenë në rregull. Nëse namazi nuk është në rregull, është i prishur, është i deformuar, është i paplotësuar, edhe punët e tjera nuk do të jenë në rregull. Pra, e ruan namazin, e ke rujt fenë. E ruan namazin, ti kujdesesh, në me thonë për Allahun, në kuptimin që e ke parasysh se e ruan fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kujdes Allahun, kujdes namazin tënd. A do me të pas Allahun në kujdesin e ti? A do me të rujt Zoti? Ruje namazin. Ruje namazin. Namazin, për çat është porosia, në më thonë kryesore e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mas besimit me rujt namaz. Ki namaz, ka shpresë të ti. S'ki namaz, nuk ka shpresë të ti. Pra në të më këthi namaz. Nuk është namazi me thonë, namazi, shumë mirë është me falë namaz. Lumë ti që falë namaz. Jo. Nuk është mirë me falë namaz. Namazi është jetë, namazi është esencial, namazi është themel, namazi është din, namazi është i domosdoshëm. Nuk ka këtu, në me thonë, nuk ka këtu tolerancë. S'ka tolerancë. Nuk ka tolerancë. Nuk e falën, për qatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka pregadit ato ekspeditat ushtarake, kanë shku e kanë rrethu një vend, ka thonë, është përhap, dini u pat përhap edhe në ende nuk dihe mirë se kush ishin muslimane, kush nuk ishin. Thoshte, pritni, kur e rrethëkonin dhe një vend, pritni të shona a da thirin namazin e sabajt, e zonin. A da thirin e zonin. E thirin e zonin, këto me neve kanë. Nuk e thirin e zonin, më shojuni. E treta, me pas kujdes Allahun, pra, me rujt kufita Allahut, kjo është kuptimi, me rujt dinin Allahut subhanahu wa ta'ala, do me thonë me rujt gjymtyrët. Nëse ti e runë sinin tëndë, e runë veshin tëndë, e runë mendjen tënde, e runë gjuhën tënde, e runë dorën, e runë kamën, kujdes ku shkon, çka ban, çka flet, çka mendon, çka shikon, çka ndëgjon, edhe çka mendon. Për çat ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, keni marrë prej Zotit, thonë sahabët, ja Rasulullah, istahju min Allahi haqqa al-haya. Thanë ja Rasulullah, po ne kena marrë prej Zotit. Thanë nuk është ajo. Ai i cili e ruan kryet dhe çka kanë të, ai është turpëru prej Allahut me një turp të vërtet. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai që ruan kokën dhe çka kanë të. Në kokë çka kemi? E kemi menën, e kemi syrin, e kemi veshin, e kemi gojen. Ruje syrin, ruje gojen, në me thonë, mos shiko haram, mos fol haram, mos meno haram, mos dëgjo haram. Kjo do me thonë, mi rujt gjymtyrët tona, ruje edhe dorën, mos prek haramin, mos prek mallin e qeterkujt,
ruje kamën, mos shko atje ku Allahu nuk është raziti me shku. Prandaj devotshmëria e vërtet çka është? Mos me të pa Allahu atje ku nuk do ti me kanë atje. Çka është devotshmëria e vërtet? Mos mu gjind atje ku Allahu nuk është i kënaqur që ti me të pa ati. Që kjo është devotshmëria e vërtet. Pra nëse ne kujdesemi për besimin, kujdesemi për obligimet dhe i ruajmë gjymtyrët tona, atëherë jemi nën kujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe atëherë mburoja dhe kujdesi i Allahut subhanahu wa taala është me ne. E lutim Allahun e madhruar që të na ketë në kujdesin e tij. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë prej punëve të këqija dhe prej punëve të shejtanit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.